teknologjia superkritiko, pasi është një teknologji që nuk lë mbetje, por është edhe inovative dhe sjell shumë risi. Pra, nëse bimët deri tani janë prodhuar me një teknologji më të thjeshtë dhe nuk ja kemi marrë gjithë vlerën e vërtet që kanë bimët nga natyra, nëpërmjet teknologjisë superkritiko ne i marrim gjithçka që ka bima brenda. Pra ne kemi marrë 79 në fakt, që mos e ham atë 9-ën, që janë bimët aromatike medicinale, po brenda ne kemi studiuar dhe mbetjet e agrikulturës. Një nga projektet e fundit është edhe gështenja. Ne kemi marrë gështenjen. Trego pak të pjesën e gështenjës, se e kemi merak. Ne para pak ditësh ishim edhe me 6 kryetarë të bashkive për mbrojtjen biologjike që ne kemi krijuar tashmë për grezën aziatike, që ka pas një problem deri në 80% të produktit na shkataronte dhe kishim një tani me laboratorët që ne kemi në shkruam kontratën, do nuk kemi më problematik të kësaj natyre. Me gështenjen e do bëjmë proteinë, aminoacide, ngjyrus natyral, antioksidant të fuqishëm dhe ai mielli i famshëm që është i gështenjës, që është pa gluten dhe është shumë i shëndetshëm për fëmijët e për gjithë masat e popullatës. Gështenja jonë, unë sa herë shikojmë vjen për trishtohem se them çfarë shkelim dhe çfarë se marrim nga natyra. Kështu që më për gështenjën jam shumë optimiste dhe kam gati një projekt që e bëjmë, e coptojmë dhe jo ja rrisim vlerën, po të mos e egzagjeroj, 15 fish shkon vlera e gështenjës. Sa bukur del. Dhe gjithë e bën gazit CO2. Është dhe pastaj ngelet ajo fibra. Kjo bëhet çaj, kjo bëhet ëmbëlsira e brenda. Është i pastër kimikisht. Ai produkti atje. Pasi del. Ja, po ta ndjeni aroma e karafilit është akoma. Kjo teknologji në fakt është krijuar për kafen, për ekstraktimin e kafes. Dhe pastaj është futur në proces. Si teknologji është goxha e konsoliduar.